Ndryshe nga një ditë më parë ku pavarësisht insistimit nuk u pritën në bashki, para ditën e kësaj të mërkure një përfaqësi e banorëve që preken nga projekti TIT u takuan me drejtoreshën ligjore Alnejda Roshi. Pas përfundimit të takimit, përfaqësuesja e banorëve, arkitekti Antela Koja, deklaroi për mediat se kanë kërkuar bashkisë që të informojë brenda afateve konkrete kohore lidhur me procedurat që po ndiqen nga institucioni qeverisjes vendore dhe Ministria e Kulturës. Sipas saj, paregullësitë e projektit të parë janë të shumta, prandaj banorët kërkojnë që këtë herë ata të jenë pjesë e procesit. Insistimi jonë prej 9 muajsh është pikërisht kjo, që projekti ka pasaktësi dhe informacione të gabuara. Ne vazhdojmë, në qoftë se ata vazhdojnë përsëri me qëndrimin e shpronësimeve dhe të prishjeve, këtu rrugët tona ndahen. Rrugët tona ndahen pikërisht e fakti që ne nuk jemi për prishje, ne nuk jemi për shpronësime aty ku nuk ka nevojë të shpronësohet gjë dhe sidomos të prishjet dhe aq më tepër marrjen e vlera e shpronësimit tashmë është një gjë e cila nuk diskutohet më nga banorët. Në bazë të kërkesës që ne bëm, Ministria e Kulturës duhet të prononcohet për timeline, për datat, ditët dhe kohën kur do ta zhvilloj pikërisht rikognicionin e të gjitha objekteve, jo vetëm atyre që shikohen për të rishikuar, por dhe të gjithë projektit. Pavarësisht se banorët janë drejtuar bashkisë me kërkesë zyrtare, përgjigja që morën sot nuk ishte e shkruar. Skeptik ndaj procedurave shtetërore që mund të ndërmerren në kurizë të pronave të tyre, banorët insistuan në përgjigje me shkrim. Por nuk erdhen me letra, njerëzit nuk e bëjnë gjumin rahat në të lagje. Atëherë ne jemi banorët, kemi 8-9 muaj që insiston ke bashkia. Me fjalë që gënjejnë to, se janë zgjedhjet edhe borin qetësi, t'i harrojnë. Ne këtu na kanë përdit. Projekti TIT Durrës që pritet realizohet nga Ministria e Kulturës, Bashkia Durrës dhe ADF, planifikon shëmbjen e banesave dhe bizneseve të rreth 80 familjeve durrësake që banojnë rreth amfiteatrit dhe në zonën historike.